Pse ndihesh i lodhur edhe pse flet tetor? Kjo është një pyetje që shumë njerëz e bëjnë çdo ditë. Sepse në teori, tetor gjumë duhet të jenë të mjaftueshme për të qenë i freskët dhe me energji. Por në praktik nuk është gjithmonë kështu. Problemi shpesh nuk është sasia e gjumit, por cilësia dhe zakonet e përditshme që ndikojnë në trupin ton. Ja 3 gabimet kryesore që mund të jenë arsyeja pse ndihesh i lodhur. Gabimi i parë: gjumë me cilësi të dobët. Edhe nëse flet tetor, nëse gjumi yt ndërpritet shpesh, ose nuk arrin fazat e thella të gjumit, trupi nuk rikuperohet siç duhet. Përdorimi i telefonit para gjumit, drita e fortë apo stresi mund ta prishin cilësinë e gjumit pa e kuptuar fare. Gabimi i dytë: orar i parregullt i gjumit. Nëse çdo ditë flen në orare të ndryshme dhe zgjohesh pa një rutinë të qëndrueshme, ora biologjike e trupit ngatërohet. Trupi ka nevojë për një ritëm të caktuar që të funksionojë siç duhet. Kur ky ritëm prishet, edhe nëse fle mjaftueshëm, mund të zgjohesh i lodhur. Gabimi i tretë: ushqimi dhe mungesa e hidratimit. Nëse nuk pi ujë mjaftueshëm gjatë ditës, ose ushqehesh me ushqime që janë të pasura me sheqer dhe të përpunuara, trupi nuk merr energjinë e nevojshme. Kjo ndikon drejt për drejt në nivelin e energjisë dhe përqendrimit gjatë ditës. Në shumë raste, lodhja nuk vjen nga mungesa e gjumit, por nga mënyra si jetojmë gjatë gjithë ditës. Nëse fillon të përmirësosh këto zakone, cilësinë e gjumit, rutinën dhe mënyrën e ushqyerjes, do të vësh re që energjia jote do të rritet gradualisht. Mos harro, gjumi i mirë është vetëm një pjesë e ekuacionit. Mënyra si kujdesesh për trupin gjatë ditës është po aq e rëndësishme.